Halli nuk i ngjan. Premiera e trupës së varietes së teatrit Petromarko në Vlorë është ngjitur në skenë, duke celur njëkohësisht sezonin dimëror teatror, me një kast të zgjedhur aktorë që nga ata që kanë bërë histori e deri tek më të rinjt në teatr, muzikë dhe kërcim. Shfaqja vjen në Regjina Afrimagalliut, mjeshtri i madh. Libreti është një bashkëpunim i emrave të njohur Haxhi Rama, Afrimagalliu dhe Genz Demiraj. Protagonistët e shfaqjes, parodistët Afrimagalliu dhe Agronhamo, kanë ndezur skenën që në nisje të shfaqjes, duke krijuar një atmosferë plot humor. Shfaqja me tematikë aktuale përcolli ndërkohë mesazhe të forta. Aktoria me përbojë Matilda Avduli është shoqëruar në interpretimet e saj nga aktorët e rinj Hoxha Shtëmbari dhe Merkaj. Je për të ngrëna, po nuk je pa tjerë. Gjatë nga mua, moj, prandaj. Po si. Është shumë sensibële. Sa është ore? Është shumë sensibële. Aqë ata është ndjene. Sensibël, thot. I ndjeshëm. I ndjeshëm. Kusht. Si more kusht? Ka vajtur të shpërndaj ftesa. Atmosferën në sallën e teatrit Petromarko elektrizuan dhe këngëtarët Rovena Ibrahimi, Ludmila Baballoku, Viktor Tahiraj, si dhe të ftuar të tjerë me zërat e tyre. Prestigiatori Edmond Muraj prezantoi disa numra shpejtësie duke shtuar elementin e surprizës në shfaqje. Pjesë e premierës dhe grupi kërcimit modern. Në mbyllje drejtori i teatrit Artur Dhamo e quajti shfaqjen një festë të bukur për ardashsin vlonjat. Specifike veçantë, bashkimi i të gjithë artistëve, të vjetër të rinj. Kënaqësi e madhe. Domethënë unë sot ndihemi plotësuar për faktin që varieteja ka qenë një nga pikat e dobta të mia. Kuptohet krahas e trupës së teatrit dramatik. Sot jam i lumtur sepse pash në skenë mund të them 4 breza. Të mëdhenj të parodis, Matilda një aktore kaq vjeçare, të rinj që i kemi domethënë Miri bashkë me Alba Shtëmbarin, por pash dhe një element të ri, varieteja do të vazhdojë. Kjo është. Dhe të gjithë brezat fakti patët edhe në sallë tek publiku, po të shihin. Për publikun nuk di çfarë të them, jam vërtet shumë mirë njohës që të paktën gjithmonë na kanë ndjekur, por në këto kohët e fundit që ndonjëherë mund të mendohet se mund ta lodhin publikun, jo, absolutisht nuk lodhet. Janë shumë të interesuar dhe më bëhet mirë, mbet shefi kur pyesin a kemi çfaqje. Kjo na obligon dhe na bën që ne duhet jemi më kreativ e duhet mendojmë mirë domethënë për këtë publik. Edhe parodistët Hamo dhe Agalliu vlerësuan mirëpritjen e spektatorëve në sallë. Nuk rreshtin. Asnjëherë. Po. Është kënaqësi na kishim marrë shumë malli, me thënë të vërtetën, kishim ja 2 vjet me afrimi që nuk kishim marrë në skenë, por ndjen kënaqësi. Domethënë dhamë një shfaqje na kishim marrë me të vërtetë shumë malli për publikun tonë të dashur. U jemi shumë bashkëli dhe nuk e di juve çfarë pyetje mund të keni, pa unë e kam ndjer kënaqësinë, jam ndjer shumë i plotësuar sonde. Si fundvit fakti që teleshikuesi vazhdojnë brez pas brezi dhe i drejton sy tek ju. Shumë vërtet. Dijo, kjo ishte, ta quajmë me të vërtet një dhuratë, kjo është një traditë e bukur që ka patur estrada jonë. Përpara vitit të ri, le të marrin sa lot gëzimi, ta quajmë një kënaqësi të bukur te publiku. Unë sot e ripërsëris jam emocionuar shumë, e kam ndjer veten shumë mirë. Shumë mirë edhe përpara këtyre aktorëve të rinj të mrekullueshëm, është një djalë shumë i talentuar e i miri që është e artmja e humorit tonë. Natyrisht falënderimet speciale janë të veçanta për publikun, spektatorin vlonjat, i cili jam i bindur që mbas kësaj shfaqje
Aktoria e vjetër e estradës Lavdie Bisha u shpreh se ndihet e respektuar nga aktorët e rinj, ndërsa Ermir Hoxha tregoi emocionet e tij nga loja aktoriale në këtë skenë. Vizat e kësaj skene që marrin stafetën, sepse unë kam 60 vjet në këtë skenë pa u shkëputur. E natyrisht ku shikoj nxënësit e mi që fluturojnë lart, faleminderit Mirnjoje. Si ndjet me të vjetër, me të rinj juve? Fantastik fare, do me thënë hera parë në varieté, se kam qenë me teatrin, me dramën, dhe unë ndjeva shumë emocionuar. Premiera Halli Hallit nuk i ngjan me regjita Afrima Galliut, skenografi të Drini Sheut dhe drejtim muzikor nga Artur Damo, do të shfaqet edhe për gjatë fundjavës në Teatrin e Vlorës.